Edhe për shkak të një frike që mund të na sjellë zgjedhje të reja pas këtyre zgjedhjeve. Edhe këtë doja thënë, është një pasiguri që këto zgjedhje do të jenë të fundit brenda këtij viti. Kështu që duke pas një lloj paparashikueshmërie të procesit pas rezultatit të zgjedhjeve, kjo po i bën shumë njerëz me hezitu me u fut në lista për deputet. Edhe po i bën listat më të zbehta, rrjedhimisht edhe legjislatura arashme ka gjasa të jetë më e dopt në kuptimin e diversitetit të personave që të bëhen deputet, po edhe në kuptimin e përgatitjes profesionale, intelektuale të atyre që do të zgjidhen. Një element tjetër që do doja të shtoja te listat, që është përkeqardhje faktikisht, me disa përjashtime të vogla, secila parti ka fut në lista sërish njerëzit që në 28 dhjetor dyshoheshin për manipulimet të votave. Edhe kjo mendoj që është një regres për demokracinë në Kosovë, sepse nëse një person nuk mund ta respektoj votën e kolegëve të tij brenda të partisë, si mund të presim që ai person do ta respektoj votën e partive të tjera, ose si mund të presim që ai person do të ketë integritet në pozitën e deputetit pasi që të zgjidhet. Në fakt, prej partive ndoshta veç AK ishte ajo e vetmja që nuk kishte përfshirë emra të cilët dyshoheshin për manipulime me vota. Mirë, po unë kam fjalën për partitë më të mëdha, PDK, LDK dhe vetëvendosje. Shumë debati në PDK, në fakt, së Xhadidës, pa me dhe disa reagime, shembull, pati një distancim të